Të nderuar mirëmbrëma dhe mirëserdhët në emisionin ton Bëj edhe ne. Sot nuk po ndryshon vetëm ritmi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, por ndryshon vetë mënyra se si konceptohet ai. Me koncepte si integrimi gradual, pjesëmarrja në tregun e përbashkët dhe një qasje gjithnjëmë geopolitike ndaj rajonit, procesi nuk është më linear si më parë. Deklaratat e fundit nga Brukseli përfshirë ato të Ursula von der Leyen, por edhe sinjalet nga raportimet kritike si ato të Thomas Vajc, tregojnë për një realitet të ri për vendet aspirante. Por ku është Maqedonia e Veriut në këtë moment? Sonte në studio kemi nderin të kemi zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë, zotin Arben Fetaj. Mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do të filloj menjëherë me pyetjen apo të them çështjen kyçe të cilën e hapa. Një frazë e cila po përdoret, por nuk është vetëm frazë, është një mënyrë se si do të funksionojnë ndoshta në të ardhmen edhe zgjerimi, procesi i zgjerimit. Integrimi gradual, kundrejt atij linear. Dakordohemi apo jemi në bisedime të vazhdueshme apo vetëm është hap si temë të cilën do ta kemi në kryesë? Është e vërtetë se javëve të fundit përflitet vazhdimisht dhe tani ka edhe deklarata më konkrete për një qasje më ndryshe për sa i përket politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Flitet për një non-paper të komisarës për zgjerim, zonjës Marta Kos, ku parashihen apo ku spekulohet se do jenë këto gjëra për të cilat jo veç më folët, por në vazhdimsi besoj gjatë dekadave të fundit, pas zgjerimit të fundit të madh të Bashkimit Evropian në fillim të këtij shekulli, është përfolur për modele të ndryshme, për integrim në blok të shteteve të Ballkanit perëndimor, po pastaj ka ndryshuar natyrisht edhe dinamika për shkak geopolitikës, për shkak të invazionit rus të Ukrainës, dhe natyrisht që ka modele të ndryshme që diskutohen në vazhdimsi. Ne, Ministri i Integrimit Evropian, zamanski ministri i parë, kryeministri, ministri i jashtëm, të gjithë ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me partnerët tanë, dhe natyrisht kjo është një çështje që i përket vetë Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka rregullat e veta, ka mënyrat e veta të punës, vendimarrjen e vet, dhe neve na ngelet të shohim se çfarë do jenë propozimet konkrete kur gjërat të bëhen më të qarta në këtë drejtim. Bazuar në deklaratat e fundit të kryeministrit Mickoski, ku thot se në një tryezë të tillë, ku do të jemi ndoshta të barabartë në një farë mënyre, do të mund edhe të diskutojmë në nivele tjera, pra ndoshta edhe të largojmë veton, por ndoshta do të thoya në mënyrë pak më të butë zbutjen e sanksioneve. Heqja e blokadës në një tavolinë ku Maqedonia nuk do të ketë zë, apo nuk do të ketë të drejtë vote, çfarë nënkupton për ju? Përgjithësi procesi, siç e thatë në fillim, sipas kësaj që pritet pra të vijë si qasje e re, do të ishte, po flas gjithnjë në mënyrë të kushzuar, do të ishte gradual, që nuk nënkupton që në një të ardhme të afërt kjo mund të ndryshon drejt përfshirjes apo antarësimit së vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendit tonë si antar me të drejtë të plot vote. Modelet tilla e thash janë diskutuar në vazhdimsi, vetë procesi i tanishëm i integrimit në një farë mënyre është gradual, siç e dini ju shumë mirë, për të marrë një shembull, qasja në fondët e Bashkimit Evropian është bërë asisoj në mënyrë graduale. Dhe një qasje e re që do përfshinte, domethënë një integrim gradual, apo do parashitet një integrim të tillë, do parashitet sipas mendimit tim edhe qasje graduale në fondët e Bashkimit Evropian. Ju e dini që dy fondet më të mëdha të Bashkimit Evropian, ku grumbullohet pjesa kryesore e buxhetit së Bashkimit Evropian, janë politika e përbashkët bujqësore dhe politika rajonale, kohezioni social. Unë shoh që një qasje e tillë do krijonte po ashtu qasje graduale në këto mjete, në këto fonde të Bashkimit Evropian, që do ishin natyrisht një ndihmës jashtëzakonisht e madhe për zhvillimin e bujqësisë në vendin tonë, në vendet e Ballkanit Perëndimor, për uljen e përbarazive në nivelin rajonal dhe të kohezionit të brendshëm social e kështu me radhë.
Unë besoj që nëse një qasje e tillë vendoset nga Brukseli, ne me mos do jemi të interesuar, të jemi pjesë e këtij procesi, krahas vendeve tjera, dhe të shfrytëzojmë të drejtat që mundson kjo qasje e re. Po përsëri po e them, përderisa nuk kemi diçka të shkruar dhe të prezantuar publikisht, çdo gjë ngelet në nivel të spekulimeve. Unë jam i thtarë asaj që të presim më tepër informata, të presim dokumente të dakorduara në nivel të Bashkimit Evropian para se të futemi në skenar të ndryshëm në këtë drejtim. Ditë më parë, raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, zotë Thomas Rajc, publikoi edhe draft raportin ku përsëri kemi kritika dhe mbetet përsëri çështja tek bllokada kryesore e ndryshimeve kushtetuese. I kemi diskutuar edhe më parë, por shpresoja se këtë radhë do të diskutonim në mënyrë tjetër. A ka vullnet politik që të bëhen ato? Për shkak se ne e dim që edhe reformat ku do dalim pak më tej, kur e përmendet edhe planin e rritjes dhe beneficione tjera të cilat i kemi pas nga Bashkimi Evropian, të gjitha ngecin në një kusht të vetëm, kryesor, ndryshimet kushtetuese. Se nuk është vetëm një frazë, por është një proces që duhet bërë kompromis. Mirë po, deri ku jemi me diskutime tilla. Qëndrimi i qeverisë që nga dita e parë është i njohur në këtë drejtim, kryeministri, qeveria në tërësi kanë folur në drejtim të asaj që edhe ne presim nga ky proces, i cili natyrisht nuk duhet të jetë i njanshëm, ka patur kontakte të vazhduara me Bashkimin Evropian, me shtetet anëtare, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kështu me radhë, dhe unë besoj që vullneti është i pamohueshëm, i pakontestueshëm për sa i përket përmbushjes së kushteve nga anët jonë për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian, por se kanë mbetur edhe disa çështje për të cilat ka folur edhe javët fundit kryeministri në lidhje me atë se çfarë presim edhe ne për sa i përket një gjesti nga ana e fqiut ton, Bullgarisë, për tejkalimin e kësaj situate dhe përmbushjen e kësaj detyre apo kushti që kemi, që buron drejt për drejt nga korniza negociuese me Bashkimin Evropian, që janë ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese, ne gjithë e dim se cilat janë kushtet praktike në kuvend, sa vota duhet dhe kush i ka ato vota. Rrjedhimisht duhet ndërtuar ky konsensus i brendshëm në dialog me Brukselin, në dialog me Sofjan. Besoj që shumë shpejt do ketë kontakte në nivel të ministrave të punëve të jashtme ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe ndal nga dal do dalim të një zgjidhje që na mundson të realizojmë ndryshimet kushtetuese dhe të hapim përfundimisht negociatat me Brukselin. Aktorët politik në Bullgari, tani Bullgaria ndodhet edhe para një procesi zgjedhor dhe sipas parashikimeve duket se ish presidenti Rumen Radev do të jetë edhe kryeministër. Kjo jep një pik pozitiviteti sepse ai edhe i dha një hapësirë të njihet identiteti Maqedonas këtu dhe të njihen pakica bullgare. Mirë po, ata thanë se tani më nuk është topi tek ne, te Sofja. Nuk janë bisedimet Sofje Shkup, por janë Bruksel Shkup. Dhe me thënë tani më merruni me propozimin francez dhe me obligimet tuaja, ndoshta detyrat e shtëpisë që keni, por jo edhe sepse gjithçka ndoshta nuk qëndron sipas deklaratave të tyre çdo herë. Po ashtu është, kemi detyra natyrisht. E përmenda unë, ju thoni propozimi francez, po është brumi realisht i kornizës negociuese. Aty ka një sër kushtesh që duhet plotësuar. Ne e dim se procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian është proces i kushtëzuar, që kërkon reforma, që kërkon veprime, vendime, ligje, politika, të cilat duhet të miratohen për të parafruar vendin me standardet e Bashkimit Evropian, legjislacionin e Bashkimit Evropian. Kjo është më së qartë. Këto detyra ne jemi duke punuar në mënyrë intensive që t'i përmbushim, si që përmendet më herët në kuadër të planit për rritje, në kuadër të agjendës së reformave,
me Bashkimin Evropian, ka takime koordinuese javore, ku shohim si qeveri monitorojmë gjendjen e zbatimit të detyrave që rrjedhin nga agenda e reformave, dhe jemi bukur mirë si vend, qëndrojmë bukur mirë për sa i përket edhe nivelit të përgatitjes në nivel teknik të legjislacionit politikave, po në nivel të zbatimit konkret të detyrave që rrjedhin nga agenda reformuese. Çështja tjetër, e thatë edhe ju, është çështje politike që duhet adresuar natyrisht në kuadër të Bashkimit Evropian, por në dialog me Sofjon, dhe mund vjen mirë që ka sinjale pozitive nga ona e Bullgarisë dhe besoj edhe nga ona jone, thash do ketë komunikim më intenziv me Sofjon në mënyrë që këto kushte të përmbushen dhe të mund të vazhdojmë tutje. Është mirë që ka vullnet politik nga Sofja për të adresuar brengat e shprehura nga ona e qeverisë. Por ju thoni se ka vullnet politik edhe brenda vendit? Ka vullnet politik të padiskutueshëm. Kur flasim për reformat, kjo pjesa që më tangon më së shumti, edhe që ju prek resorin tuaj, ku edhe shumë herë jeni deklaruar se jeni për transparencë, jeni për luftë kundër korrupsionit dhe vazhdimisht e deklaroni, e theksoni në mënyrë të qartë. Deri ku jemi me ato reforma, pasi që nëse e kalojmë ndryshimet kushtetuese, duhet të kthehemi tek themelet, tek kapitulli i parë. Aty e kemi një detyrë mjaft të madhe në këtë drejtim. Dhe jo korrupsioni në nivelet të ulta, por në nivelet të larta, siç edhe i kemi rekomandimet në këtë drejtim. Deri ku jemi, zoti Fetani? Sigurisht, në këtë drejtim janë disa komponente. Komponenti i parë natyrisht është legjislacioni, politikat, për të cilët është përgjegjëse ekzekutivi, natyrisht edhe parlamenti, i cili voton këto ligje në fund të procesit. Në këtë drejtim, ne punojme thash me Rule of Law Roadmap, apo udhërrëfysin për shtetin e drejtës së Bashkimit Evropian, punojmë me agendën reformuese, ku i kemi të mapuara të gjitha politikat, të gjitha ligjet që duhet sjellur. Këtu bënim pjesë ligjet për reformën e sistemit të drejtësisë, të cilat janë në procedurë parlamentare, disa prej tyre kanë kaluar, ndryshimi i kodit penal ishte një tjetër kërkesë, të cilën e kemi përmbushur tashmë në fund të vitit të kaluar. Pra në pjesën normative, në pjesën e ekzekutivit, ku bartim përgjegjësinë kryesore, unë, ministrat dhe qeveria në tërësi, jemi mirë. Në pjesën preventive, aty kemi telashe, kemi patur telashe, për këtë është natyrisht përgjegjës kryesisht Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe zbatimi i strategjisë nacionale për luftë kundër korrupsionit. Tek Komisioni Antikorrupsion vazhdon të ketë kritika, për sa i përket në raport e progresit Bashkimit Evropian e kam fjalën, vazhdon të ketë kritika për sa i përket qasjes, për sa i përket përmbushjes së detyrave konkrete dhe mekanizmave konkrete të zbatimit të strategjisë për parandalimin e korrupsionit. Aty ka patur edhe disa situata të pakëndshme, e mbanin mend në fund të vitit dorëheqjen dhe padin ndaj ish-kryetarës së këtij komisioni. Këtë javë që e lëm pas dha dorëheqje edhe një antare tjetër e Komisionit Antikorrupsion, që tregon dhe dëshmon atë që e kemi folur në një bisedë, po më duket krejt në fillim të kësaj qeverisje bashkarisht, që kjo përbërje e Komisionit Antikorrupsion ka qenë problematike në disa segmente dhe është mirë që edhe aty ka ndryshim. Aty e kemi tani një kryetar të ri të komisionit, i cili është duke bërë një punë të mirë në përgatitjen e strategjisë së re antikorrupsion dhe në zbatimin e detyrave konkrete të këtij trupi të pavarur që është kryesori në luftën, në parandalimin e korrupsionit. Dhe pjesa e tretë në luftën kundër korrupsionit, natyrisht është sistemi gjyqësor në tërësi. Ne e dim se çfarë sistemi gjyqësor kemi, e dim se vazhdimisht partnerët tanë evropian në kuadër të konkluzioneve të Këshillit të BE-s kanë kërkuar nga ne track record, rezultate të prekshme për sa i përket luftës kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Kjo nuk ka ndodhur në përbërjen paraprake, sepse nuk ka patur vullnet politik. Njerëz të shumt, figura të larta politike, mos futëm me emra, kanë qenë të mbrojtur nga sistemi i drejtësisë, nuk janë dënuar asnjë prej tyre, edhe pse dëshmit ishin mjaft të qarta nga skandali i përgjimeve, nga dëshmit tjera që kanë ardhur, dhe kemi arritur në një situatë ku sot gjejmë para, qindra mijëra euro në murët e
gjyqtarëve të vendit tonë që dëshmon për nivelin e skajshëm të korrupsionit, të papërjetësisë në sistemin tonë të drejtësisë. Unë i gëzohem faktit që pas më tepër se një vit, 15 muaj apo sa u bën, u vetë dorëzua, ish zëvendës kryeministri i parë, i cili është një nga personat kryesor që dyshohet për vepra të korrupsionit të nivelit të lartë. Gëzohem faktit që është dorëzuar për t'ju përgjigjur akuzave ndaj tij. Uroj që të kemi një proces gjyqësor natyrisht të paanshëm, efektiv, i cili do t'i mundëson të njëjtit që të dëshmon pafajësinë e tij nëse ashtu pretendon. Ky është një sinjal i mirë. Besoj që në vazhdim do të kemi një qasje më proaktive, më efektive të sistemit të drejtësisë, ku janë duke ndodhur reforma në bazë të ligjeve që kemi sjellur, në bazë të proceseve, të ndryshimeve të ndryshme në prokurorinë shtetërore, në këshillat e respektive në sistemin e drejtësisë, dhe besoj që tashmë do kemi një qasje krejt ndryshe aty, edhe do fillojmë të shohim dënime përfundimtare në rastet e korrupsionit në nivelit të lartë, siç na kërkohet për vite me radhë, më tepër se një dekadë nga Brukseli, por se nuk kemi treguar thujse as pak rezultate si shtet deri më tani. Pikërisht edhe mos tregimi i këtyre rezultateve ka sjell deri në ku do dalim tek reformat në vendet e rajonit, pas që në opinion është lënë një përshtypje, apo sipas deklaratave të kryeministrit Mickoski, Maqedonia është përpara Shqipërisë, dhe vazhdimisht ishte një temë diskutimi në opinionin publik, kjo se në çfarë aspekti, a mund të na e zbërtheni për qytetarët se cilat janë pikat ku ne jemi përpara Shqipërisë dhe cilat janë pikat ku Shqipëria haproi me një intensitet shumë të lartë? Ju me dini shumë mirë se si funksionojnë këto gjëra, sepse ndjekni politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian për shumë vite. Është e vërtetë që në opinionin publik tek qytetarët deklarata e kryeministrit ka mund të shkakton një lloj moskuptimi. Unë besoj se atë për të cilën ka folur kryeministri është përgatitja teknike e vendit tonë për sa i përket harmonizimit të legjislacionit me akinë komunitare të Bashkimit Evropian, me trupin e legjislacionit të BE-s. Dhe për këtë ka dëshmi. Nuk flasim kështu përmendsh apo në nivel dëshiror, por flasim për realisht pasqyrën që japin raportet e progresit të Bashkimit Evropian dhe mjetet tjera që ka Brukseli për të vlerësuar përgatitjen e një vendi kandidat për antarësim në BE. Ju e dini si funksionojnë raportet e progresit, aty në secilën fushë, në secilin prej kapitujve të legjislacionit të Bashkimit Evropian, vlerësohet përgatitja e vendit kandidat në disa nivele, 3 apo 4, ku janë i papërgatitur, i përgatitur mesatarisht, i përgatitur mirë e kështu me radhë, dhe në bazë të asaj fitohet pasqyra e përgjithshme në nivelin horizontal, kur ke adresuar të gjitha kapitujt e negociatave. Dhe në këtë drejtim është e padiskutueshme që lider në Ballkanin Perëndimor është Mali i Zi, i cili ka arritur deri më tani në nivelin e harmonizimit të legjislacionit, nivelin më të mirë të përgatitjes për antarësim në BE. Të dytët jemi ne si Maqedonia e Veriut, sepse kemi filluar procesin shumë herët. Vendi jonë ka nënshkruar marrëveshje për stabilizim asociim në vitin 2001-2002, me një herë pas samitit të Selanikut. Para Kroacisë, realisht, dhe përgatitjet kanë filluar shumë herët në Maqedoninë e Veriut, dhe rrjedhimisht është totalisht normale që pas 24 vite gati përgatitje në kuadër të procesit të stabilizim asociimit, ne të jemi vend lider në këtë drejtim. Shqipëria ka nënshkruar shumë më vonë, vendet tjera edhe më vonë. Kjo është pjesa pra e harmonizimit të legjislacionit dhe përgatitjes në nivelin teknik. Çështje tjera pastaj që janë më politike, që janë hapja konkrete, nënshkrimi i marrëveshjes për hapje të negociatave dhe negociatat në vetvete si proces, Shqipëria është para. Ne kemi bërë screeningun dhe jemi në pritje tash të hapjes formale të negociatave, edhe pse në përbërjen paraprake ka patur kogja huti, kogja loj, nëse mund të përdor këtë fjalë,
për atë se a u hapën negociatët, as u hapën, bëm një screening në vitin kur ishte 2018, po përsëri e bëm edhe një screening tjetër, pra ka patur nga pak kështu huti në opinionin publik dhe shumë njerëz nuk kanë patur qartë, a i ka hapur Maqedonia e Veriut negociatët apo nuk i ka hapur, dhe sot është e qartë se ku jemi. Jemi shumë mirë të përgatitur në nivel të harmonizimit të legjislacionit, na duhet përmbushja e kushteve të ngelura në kuadër të kornizës negociuese për të hapur formalisht negociatët dhe zënë hapin e negociatave si proces. Keni jetuar në Bruksel. Kur përmendëm harmonizimin e ligjeve, pse kemi pengesë institucionale në jetësimin e tyre? Ku e gjejmë atëhende? Ku është ajo nyja kyçe? Problemi të ne dhe në Ballkan në përgjithësi është zakonisht. Kemi ligje të mira në letër që janë në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, sepse jemi vende kandidate dhe kur sjellim ligje të reja sigurohemi ka proces në kuadër të ligjvënies në nivel qeverie dhe kuvendi për të siguruar që ligjet tona qysh në start janë në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian dhe kanë standardin më të lartë në këtë drejtim. Kjo është pjesa e hartimit edhe e miratimit ligjvënies. Po pastaj është çështja e zbatimit dhe këtu vendet e Ballkanit Perëndimor ndoshta edhe për shkak të kësaj qasje që është të përgatisim vendet që janë në përputhje të plot me standardet e Bashkimit Evropian në një kohë apo në një situatë ku ne nuk kemi nivelin e njëjtë të zhvillimit socioekonomik dhe shoqëror si vende, mund sjellin një lloj edhe përgatitjen institucionale natyrisht. Ne e dimë, më thënë si qëndron gjendja në institucionet tona, mjafton shohësh sistematizimet në çdo institucion publik, thuajse kemi mungesë të por rreth gjysmës së kuadrove të nevojshme të parapara me sistematizimet të institucioneve të përveçme, dhe me këto elemente që një parafrimi socioekonomik me Bashkimin Evropian, 2 përgatitja institucionale për të bartur këto ligje që janë standardi më i lartë që mund të ekziston, mund të sjell dhe sjell në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian mos përputhje mes asaj që shkruhet në ligj dhe asaj që ndodh në realitet. Pa hyrë pastaj te implikimet financiare kështu me radhë që bartin në vetvete shumë ligje. Pra unë besoj që kjo është një problem i generalizuar në Ballkanin Perëndimor, por se të ne në periudhën paraprake nuk ka patur edhe vullnet politik, unë besoj. Edhe këtu mund flasim konkretisht për ligjet për sistemin e drejtësisë, akademinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ku në letër mekanizmat mbrojtëse për të pamundsuar ndikime politike në përgatitjen dhe përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm janë të mira, janë në përputhje me atë se si funksionojnë gjërat në Bashkimin Evropian. Në praktike dim se djali i filan politikanit, vajza e filan politikanit, ku e dion, ballëdhëzja e tjetra e një prokurori gjyqtari përfundon duke u zgjedhur gjyqtar dhe prokuror, sepse edhe pse mekanizmat ekzistojnë, njerëzit në vendin ton, politikanët kryesisht, njerëzit me pushtet të madh, kanë arritur gjithmonë që të anashkalojnë këto barjera që ekzistojnë për të garantuar institucionet të pavarura nga dikimet politike dhe e njëjta vlen edhe në administratën publike. Ju e dini që ka qenë në plan për më tepër se një dekadë, një reformë rrëndësore e administratës publike, por se në mungesë të vullnetit politik për të hequr dorë nga ndikimi që kemi si politikan në emrimet të zëmë në nivel të lartë, udhëheqësve të lartë në administratën publike, këto ligje nuk janë vënë në procedurë parlamentare. Ne e kemi bërë, e kemi pas zotim, natyrisht, si partitë e koalicionit, por edhe obligim në kuadër të agjendës reformuese me Bashkimin Evropian dhe paketa e ligjeve për reformën e administratës publike, tashmë është në procedurë ose e përmbushur në disa segmente dhe jemi duke punuar në drejtim të depolitizimit të administratës publike dhe krijimit të një administrate të pavarur, efektive dhe me burimet e mjaftueshme për të kryer detyrën e vet, ashtu siç pritet nga një vend që synon të antarësohet në Bashkimin Evropian. Ne marr shpesh shembull, përmend kam jetuar në Bruksel, mund ta mbanin mend para një 10 viteve, se disa janë bërë tash, ndoshta pak më tepër, Belgjika theu rekordin botëror
të një shteti pa qeveri pas zgjedhjeve parlamentare, sepse nuk arritej marrëveshje në kuadër të partive të koalicionit për ndryshime kushtetuese e disa çështje tjera, po aty nuk është vrejt fare që nuk ka qeveri, sepse administrata publike që është realisht zemra e një shteti, funksionon pavarësisht a është ministër Arben Fetaj, apo nuk është, administrata e ka punën e vetë, administrata e ka strategjin të cilën e ndjek për një periudhë 10-20 vjeçare, dhe pavarësisht se kush është ministër, gjërat ecin, shërbimet ofrohen, garantohen për qytetarit, dhe shteti vazhdon të funksionon, e thash pavarësisht se kush është, apo a është dikush me mandat të plot në krye të një ministrie. Kjo është standardi që duhet të arrim, sipas meje, një administratë funksionale të pavarur që është zemra e shtetit dhe një sistem gjyqësor po ashtu të pavarur efektiv dhe me gjitha parametrat që duhet t'i ketë një sistem i drejtësisë në një vend të Bashkimit Evropian. Ju jeni në krye të mbikëqyrjes të këtij procesi, prandaj edhe do t'ju pyes realisht. E thatë me fjalë, ndoshta pak në mënyrë diplomatike dhe politike, por për qytetarët do doja të dim. Realisht në këtë situatë një krahasim shumë mjaft të bukur e bëhet të dy shteteve se ku jemi, me gjithë tempon dhe kapacitetin që kemi, por edhe vullnetin politik. Për sa kohë mund të arrijmë që të bëjmë një transformim të tillë, ndoshta të deri dikushëm, jo të tërësishëm? Tash është e vështirë parashit se për sa kohë mund të arrijmë atë nivel të përgatitjes, ne mund të referohemi praktikave konkrete të procesit të zgjerimit dhe në bazë të asaj të shohim veten, të projektojmë veten në të ardhmen. Ne e dim, e thash vala e parë, e madhe e fundit në fakt e zgjerimit e vitit 2004 ka funksionuar mjaft mirë në nivel të parafrimit të vendeve të reja antare në atë kohë, me standardin e Bashkimit Evropian për sa i përket zhvillimit socio-ekonomik, shoqëror e kështu me radhë. Një vend si Slovenia është shembull, vendet balte janë po ashtu shembull, po gjitha vendet thuajse edhe të Evropës qendrore, si Polonia, unë kam qenë në Poloni para se ky vend të antarësohet në Bashkimin Evropian, dhe për herë të fundit kam qenë ndoshta para 3-4 vite, është krejt situatë tjetër. Dini edhe ju, keni vizituar shumë nga këto shtete me radhë, dhe aty shihen shumë qartë benefitet e jashtëzakonshme të Bashkimit Evropian në përmirësimin e standardit të jetesës, në rritjen e investimeve të huaja, edhe në realisht përgatitjen e tërësishme të shtetit në të gjitha segmentet e politikave publike. Rumania, Bullgaria janë antarësuar më vonë, njëjtë Kroacia, edhe aty duket që ka një dallim shumë të prekshëm për sa i përket gjitha këtyre çështjeve të parafrimit, se kjo është burim, domethënë, zemra e procesit të BE-s dhe ajo që është më e prekshme për qytetarët është, domethënë, transformimi socio-ekonomik që duhet ndodhë. Ne mund të përgatitemi dhe të punojmë gjithkohën për ligje që janë në përputhje, që është një proces teknik, po ajo që për mua është rezultati përfundimtar i procesit të zgjerimit është ky parafrim në nivelin socio-ekonomik. Evropianizimi i qytetarëve. Këtë mësojnë fondët që i përmendëm në fillim, politika bujqësore, fondët rajonale, fondët për kohezion të BE-s, po këtë e mësojnë natyrisht edhe këto parametrat tjera që janë administrata publike, gjyqësori, që sigurojnë që sistemi në tërësi funksionon si një vend i Bashkimit Evropian, dhe janë të qarta rezultatet. Pas një dekade, më thonë Polonia, gjitha këto shtete që i përmendëm, janë vende tjera krahasu me periudhën para antarësimit, edhe unë besoj që praktika, më thonë, që është parë në rastet e zgjerimeve tjera, do vazhdon të vlej, do shtate ne me një shpejtësi edhe më të madhe, sepse ne kemi pritur më gjatë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian, jemi shumë mirë të përgatitur, sepse kemi punuar në procesin e parafrimit në nivel të legjislacionit për një çerek shekull, zbatimi besoj do jetë edhe më i lehtë dhe po që se i rregullojmë këto gjëra të cilat duhet të rregullojmë tash për sa i përket administratës publike, gjyqësorit, e kështu me radhë, sistemi jonë do jetë shumë më i gatshëm
po në një drejtim për thithjen e fondeve, si që janë instrumentet më të mëdha që diskutuam, po dhe zbatimin konkret të politikave publike në këto sektor për më tepër investime, më tepër zhvillim dhe më tepër kohezion. Pa ndërhyrë në të gjitha ngjarjet politike të cilat po ndodhin në skenën politike, qoftë edhe në kalkulimet brenda apo opinioni publik, siç e ka marrë edhe punën e pozicionit të kryetarit të Vlenit, doja të ndalem edhe në një pikë mjaft të rëndësishme kur flasim për ligjet, të kthehemi prapë. Ky hendek mungesa e një sistemi të funksionimit të balansuesit solli deri te një propozim për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ju keni qenë, më kujtohet edhe në intervistën e parë kemi diskutuar këtë pjesë. Tani e kemi çështjen e jurisprudencës, gjë që ka të bëjë me ligjin për gjuhët. Deri ku jemi me këtë çështje në këtë moment? Mirë që përmend edhe ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duhet ndalëm 2 minuta nëse më lejoni në këtë drejtim. Ka qenë një proces i gjatë, sepse është një çështje që nuk është e rregulluar me ligj në vendin tonë, po as në ndonjë vend tjetër në mënyrë kaq të qartë dhe gjithëpërfshirëse, siç e kemi bërë ne. Ka qenë një proces i dakorduar paraprakisht se ligji do shkon në Komisionin e Venecias, dakorduar në nivel të leadershipit të Vlenit në atë kohë me kryeministrin. Unë kam qenë bartës i procesit me përkrajen po ashtu të ish zëvendëskryeministrit parë Izet Mexhiti dhe mendimi i Komisionit të Venecias që na erdhi në fund të vitit të kaluar në parafestëve të dhjetorit ishte shumë pozitiv, përshëndeste projekt ligjin me disa vrejtje që janë krejt të natyrshme nga ana e Komisionit të Venecias, që ata bazohen në praktikën e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës dhe vrejtjet e tyre ishin kryesisht apo tërësisht konstruktive, thonë vërtetën. Ne jemi ulur tashmë 3 herë me grupin e punës që e ka përgatitur projekt ligjin dhe dje u dakorduam me kryeministrin që me gjas javën e ardhshme projekt ligji final do shkon në seancë qeveritare dhe do miratohet si projekt ligj pra përsëri me ato si me thënë ndryshime, harmonizime që janë bërë pas mendimit të Komisionit të Venecias. Kësaj e mbyllim një çështje shumë të rëndësishme që është një shtyllë kryesore e marrëveshjes së Ohrit, e cila më në fund rregullohet me ligj dhe me fuqinë e ligjit. Kur jemi te jurisprudenca, mu vjen keq realisht që kjo çështje u politizua. Dhënia e provimit të jurisprudencës është një akt administrativ dhe do duhej të rregullohej sipas ligjeve dhe kushtetutës, natyrisht. Kemi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Unë nuk shoh asgjë problematike në këtë drejtim. E shoh kërkesën e studentëve shqiptar të juridikut si totalisht legjitime dhe të drejtë. Ka kontakte në nivel, është një grup pune, për t'i thënë ashtu, në nivel të qeverisë, me cilin udhëheq zëvendëskryeministri i parë dhe besoj që do dalim te një zgjidhje për këtë çështje, siç kemi gjetur zgjidhje si ta diun licencat për shembull për çerdhët të cilët i ka rregulluar Ministri i Politikës Sociale apo dhënien e provimit në Agjencionin e Administratës në gjuhën shqipe që është rregulluar nga Ministri Aliu si ish ministër i Administratës Publike në përbërjen paraprake. Mu vjen keq që aktorë politikë shfryzojnë këtë çështje për ndonjë poen të ulët politik dhe natyrisht qëndrimi i Vlenit është që kjo çështje dhe gjitha çështjet tjera që mund të kenë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve në vendin tonë të rregullohen sipas kushtetutës dhe sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve. Keni diskutuar me Ministrin Fillkov në lidhje me këtë çështje? Po, unë kam diskutuar këtë çështje me Ministrin Fillkov para zgjedhjeve lokale dhe u patëm dakorduar që kjo çështje të rregullohet menjëherë pas mbylljes së fushatës zgjedhore. Tani në këtë situatën e re të krijuar, natyrisht që kemi diskutuar, por procesin e ka marrë përsipër zëvendëskryeministri i parë, Sali, dhe keni parë edhe deklaratat e kryeministrit i cili tha që nuk ka asgjë problematike
dhe pastaj sugjeroj që të rregullohet kjo çështje me ligj dhe i njëjti ligj të dërgohet po ashtu në Komisionin e Venecias, që ndoshta mund të vonon, po na jap garanca pastaj edhe për këtë çështje, po edhe për shumë çështje tjera, sepse nesër mund të hapet çështja ku e diun, licencave të farmacistëve, të cilat po më duket, më sa kam informata deri më tani, nuk janë mundësuar të jepin provimin në gjuhën shqipe, dhe shumë fusha të tjera. Me siguri dalin edhe të tjera. Me siguri do dalin, sepse qasja e qeverisë paraprake, qasja e BDI-s, ka qenë që të bëjmë kështu small fixes, si që thojnë në gjuhën anglisë. Pra jo të gjendet një zgjidhje gjithëpërfshirëse për të mbyllur një çështje të caktuar, po kanë rregulluar aty një licencë, aty një provim, dhe nuk e kanë parë sistemin në tërësi, pra që të mbyllën të gjitha çështjet që ndërlidhen me këtë zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Më mund vjen keq që duhet merrim vazhdimisht me çështje shumë specifike në vend se të flasim për rregullimin e sistemit në tërësi. Edhe një pyetje e fundit më lindi nga ndoshta do të ishte në pyetje. Apo ju merr më shumë energji kjo situata brenda Vlenit e krijuar, apo vetëm është një hamulli e cila është krijuar jashtë në opinionin publik, për të orientuar në këto çështje? Kishim zgjedhje parlamentare, kishim zgjedhje lokale, dhe i kuptojmë që procese sadoj i pengojnë edhe procese tjera. Po sigurisht. Një vit e gjysmë qytetarët presin edhe ndoshta ndryshime konkrete të prekshme. Po tash për ndryshime mund të flasim në nivel të qeverisë, në punë që i kemi bërë si qeveri, kemi raportuar në vazhdimsi për vitin e parë, për periudat e ndryshme, më thonë kohore prej kur kemi filluar, ka pas vazhdimisht raportim, transparencë dhe informim nga ana e qeverisë për sa i përket progresit, po dhe ngecjeve në rastet caktuara, përfshirë edhe arsyet për ngecjet nëse ka patur të tilla. Tash te çështja e Vlenit, për thënë vërtetën, interesi është jashtëzakonshëm nga ana e mediave, dhe ndoshta mund krijohet perceptim te qytetarët që kjo çështje është vënuar. Unë nuk e shoh ashtu, unë e shoh që Vleni prej ditës së parë në qeverisje ka patur një opozitë BDI-n e cila ka ndetur te dera e qeverisë, dhe është dashur, natyrisht që ta kemi këtë element parasysh në veprimet tona, pastaj kemi patur një fushat zgjedhore e cila po merr 6 muaj në vendin tonë, dhe fokusi i gjithë partive politike natyrisht ka qenë aty, pse kanë qenë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kur flasim për rezultatet dhe ndryshimin, rezultati në zgjedhjet lokale e dëshmoi që Vleni u vlerësua nga qytetarët për punën e bërë në nivel qendror, dhe qytetari i dha besim edhe në nivelin lokal, thuajse në të gjitha komunat. Po patëm po ashtu edhe një periudhë turbulence, marrin mend situatën me Taravarin, i cili u rreshtua nga ana e BDI-s dhe bashkarisht tentuan të sabotojnë Vlenin duke shkaktuar zgjedhje të dyfishta, gjë që nuk ndodhi. Dhe pas përmbylljes së procesit zgjedhor për komunalët, ne kemi filluar realisht në atë moment diskutime serioze për bashkimin e Vlenit në një parti. Pra shuarjen e partive ekzistuese dhe regjistrimin e një parti politike të quajtur Vlen, dhe kjo gjë, thonë vërtetën, ka filluar të diskutohet seriozisht që nga dhjetori. Paraprakisht ka patur deklarata, po fokusi ka qenë në te zgjedhja, te punë të qeverisë në 6 muajt e parë, e kështu me radhë, dhe jo me do e mos të çështja e krijimit të një partie, aq më tepër kur kishim një situatë shumë dramatike brenda me lëvizjet që ndodhen në majin e vitit të shkuar. Tash nga dhjetori e kënde, nëntori e kënde, për thënë vërtetën, kemi patur shumë takime, thuajse javore, ku janë diskutuar shumë çështje, janë pastruar shumë dilema për sa i përket funksionimit, vendimmarrjes, përgjegjësive, vlerave të cilat do t'i përfaqësonim si një Vlen, sepse e dini aty është një koalicion heterogen për sa i përket
orientimeve, përsa i përket mënyrës së funksionimit dhe duhet të gjendet modeli i cili na mundson që të funksionojmë si një trup me struktura të përbashkëta dhe unike që nga në ndega e deri te kryesia lart. Unë personalisht me që jam direkt i përfshirë në këtë çështje, jam interesuar, kam lexuar shumë për proceset ngjashme që kanë ndodhur në vende tjera, në Bashkimin Evropian në veçanti, dhe kam parë që në shumicën e rasteve një proces i bashkimit të 2 apo 3 partive, e jo 4 si në rastin ton, merr deri në 2 vite. Teksa flasim, për të marrë një shembull, Partia e Gjelbër holandeze dhe Partia e Punës apo Socialdemokrate e Holandës janë në një proces bashkimi, cili ka filluar po më tepër se një vit më përpara dhe parashihet të përmbyllet këtë vit. Pra flasim për 2 vite dhe kjo është zakonisht mon dinamika e cila të cilën e kam parë në bazë të leximit të hulumtimeve që i kemi bërë për këtë çështje, kështu që nuk shoh arsye për shqetësim, shoh që ka vullnet politik nga të gjitha subjektet, nga leadershipi i Vlenit, për të shkuar drejt regjistrimit të një partije të vetme, cila do ishte një parti jashtëzakonisht e fuqishme, një blok jashtëzakonisht i fuqishëm dhe diçka historike realisht në politikën në vendin ton, sepse për herë të parë do të kishim 2 bloqe, e jo më parti dhe parcializim të votës dhe përfaqësimit shqiptar në vendin ton. Besoj që tash nuk du t'ja pa fate, sepse jemi 4-5 aty dhe gjërat nuk varen vetëm nga njëri prej nesh, po duhet ndërtohet konsensus për çdo gjë, po besoj që shumë shpejt do gjejmë modelin, do finalizojmë modelin me që kemi pastruar pothuajse 70-80% të çështjeve në kuadër të bisedimeve të deritanishme. Zoti Fetajon, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Shpresoj se radhave tjera do të flasim me shumë optimizëm dhe me gjëra konkrete në rrugtimin evropian, por edhe proceset e brendshme. Ju faleminderit. Nora, faleminderit, kënaqësi si çdo herë. Të nderuar teleshikues, këtu përmbyllim edhe këtë emision BE dhe ne. Takohemi sërish javën e ardhshme.